Zakonisht, skena është e heshtur. Ndonjëherë ndodh në një shtrat spitali, ndonjëherë në shtëpi i rrethuar nga familja, ose madje edhe vetëm. Trupi ndalon lëvizjet, zemra pushon. Frymëmarrja që gjatë gjithë jetës vinte dhe shtonte pa kërkuar leje, merr frymën e saj të fundit. Por ajo që shumica nuk e kuptojnë është se në atë moment të sakt, diçka tjetër po ndodh. Diçka e thellë dhe e padukshme për syt fizik. Shpirti, bërthama e ndërgjegjes që banon në trup gjatë gjithë jetës, fillon procesin e shkëputjes. Nuk është diçka e menjëhershme si të shtypësh një buton. Është më shumë si të zgjidhësh një nije të vjetër, të ndërthurur me vite përvojash, emocionesh, kujtimesh dhe zgjedhjesh. Në këtë moment të vdekjes së afërt, përjetimet ndihmojnë për të hedhur dritë mbi atë që ndodh. Njerëzit që janë shpallur klinikisht të vdekur për disa minuta përshkruajnë ndjesi të përbashkëta. Ata flasin për një lehtësi të menjëhershme, një paqe të papritur dhe një ndjesi të qartë shkëputjeje nga trupi. Disa e shohin veten nga lart, sikur të ishin duke u lundruar në tavan. Të tjerë dëgjojnë zëra përreth tyre, por nuk mund të ndërveprojnë. Ndërgjegja mbetet gjallë, e zgjuar, por e ndarë nga mjeti fizik. Kjo ndarje midis shpirtit dhe trupit është gjithashtu një proces energjetik, jo vetëm biologjik. Traditat shpirtërore mësojnë se ne jemi të lidhur me trupin përmes fijesh energjie që disa i quajnë fili i argjent. Ky fije lidh trupin fizik me trupin shpirtëror, dhe me kalimin e kohës, ai bëhet më i holl derisa të këputet, duke shënuar përfundimin përfundimtar të lidhjes me materialen. Por jo çdo shpirt shkëputet lehtësisht, në raste të vdekjeve të papritura apo tek ata që janë shumë të lidhur me jetën materiale. Shkëputja mund të jetë e paqartë dhe madje e dhimbshme. Ka një tronditje. Shpirti nganjëherë përpiqet të qëndrojë atje, pa e kuptuar pse askush nuk përgjigjet, pse thirrjet e tij nuk dëgjohen. Është si të zgjohesh nga një ëndër e gjallë dhe të kuptosh se nuk je më në të njëjtin vend. Nga këndvështrimi emocional, ndikimi është i thellë. Imagjinoni dike që ka jetuar gjithë jetën duke besuar në vdekjen si fund, dhe papritur përballet me faktin se vetia vazhdon përtej asaj pike ku gjithçka mendohej se përfundonte. Ky zbulim shpirtëror për shumë njerëz është fillimi i një udhëtimi të ri. Në vend që të përballen me fundin, ata përjetojnë një zgjerim të vetëdijes. Në këtë gjendje kalimtare, disa raportojnë se ndihen tërhequr drejt një drite të ngrohtë dhe mbështjellëse. Kjo dritë nuk është vetëm ndriçim fizik, por një ndjesi dashurie pakushtëzuar. Mirë kuptimi dhe qetësie që te i kalon çdo përvoje tokësore. Disa shpirtra ndihen të udhëhequr nga pranitë të tjera, ndonjëherë të njohura si të afërm të vdekur ose qenie të dritës. Ata nuk flasin me fjalë, por komunikojnë përmes ndjenjave dhe mendimeve të qarta. Ky komunikim i thellë sjell një kuptim të menjëhershëm të gjithçkaje, jetës që lan pas dhe primeve tona e madje edhe mendimeve më të fshehta. Nuk ka gjykim, vetëm njohje dhe kuptim. Këto përvoja shpesh përshkruhen si një rishikim jete, ku shpirti sheh momentet fuqe, dhimbjen që ka shkaktuar dhe dashurinë që ka dhënë. Por për këtë ekzaminim nuk ka ndëshkim. Është si të shikosh një film të jetës tënde me ndjenjën e plotë të gjithçkaje që ndodhi. Kjo ndihmon shpirtin të mësoj, të çlirohet nga fajet ose pendesat dhe të përgatitet për hapin tjetër të udhëtimit. Në disa raste, shpirti ka mundësinë të kthehet në tokë. Kjo zakonisht ndodh kur misioni i tij në tokë ende nuk ka përfunduar. Disa njerëz që përjetuan vdekje klinike dhe u kthyen, ndjejnë se janë kthyer për të përmbushur një qëllim më të lartë. Ata ndryshojnë rrënjësisht, bëhen më të dëmshur, më të vetëdijshëm dhe më të përkushtuar ndaj të tjerëve dhe ndaj jetës. Por jo çdo shpirt zgjedh ose lejohet të kthehet. Shumë herë, udhëtimi vazhdon përtej asaj drite në një dimension ku koha dhe hapësira nuk ekzistojnë siç i njohim. Kjo është një botë e ndërtuar nga mendimi dhe ndjenja, ku shpirtat lidhen përmes rezonancës dhe përvojave të përbashkëta. Është një vend shërimi, reflektimi dhe përgatitjeje për atë që vjen më pas në udhëtimin e shpirtit. Në këtë fazë të udhëtimit, shpirti ndodhet në një gjendje ku çdo mendim merr formë. Nëse mbart frikë, shqetësim apo zemërim, ai përjeton pasqyrimin
Shumë tradita shpirtërore theksojnë rëndësinë e pastrimit të zemrës para vdekjes, sepse ajo që bartim brenda nesh vazhdon edhe përtej trupit. Shpirtat e përgatitur shpirtërisht përjetojnë një tranzicion të butë. Ata udhëhiqen përmes dimenzioneve të tjera nga qeniet e dritës dhe mësojnë rreth kuptimit të jetës që lanë pas. Aty, çdo dhimbje që ata shkaktuan të tjerëve ndjehet në mënyrë të thellë, jo si ndëshkim, por si mësim. Shpirti kupton plotësisht ndikimin e veprimeve të veta dhe çliron barrën përmes faljes dhe pranimit. Qesta merr nonën djendor. Qestë ndoi shumë stranime, shumë momente bërezjos, në përjetën frikën si dan. Përjetoni kuj apo ja një dritë e dendosh me shpirti. E kemi atë detajet e problemet e shpirtërore. E ndjekim vendim të brejsët dhe të mbrapa, e palla e jetën të logus të mia branda. Ekzistojnë nivele të ndryshme pas vdekjes, të cilat nuk janë vendëndodhje fizike, por gjendje të vetëdijes. Shpirtrat që janë të lidhur pas materiale ose që mbajnë energji negative, mund të qëndrojnë në nivele të ulta, në një lloj mjegule shpirtërore. Kjo nuk është ferr në kuptimin tradicional, por një pasqyrim i gjendjes së brendshme të shpirtit, që kërkon kohë dhe ndërgjegjësim për të lëvizur përtej saj. Ata që kanë lënë pas jetë të mbushur me dëmshuri, sakrificë dhe dashuri, kalojnë në sfera më të larta. Aty ndjesit janë të paimagjinueshme për mendjen njerëzore, një bashkim me dritën, ku nuk ekziston më ndarja mes vetes dhe të gjithësisë. Ky është një kujtim i origjinës son hynore. Shpirti nuk është më vetëm një vëzhgues, por bëhet njësh me dashurinë universale. Në shumë dëshmi të përjetimeve pranë vdekjes, përmendet ekzistenca e një zëri të brendshëm që udhëzon shpirtin. Ky zë nuk urdhëron, por orienton me butësi. Është si një kujtesë e brendshme që e rikthen shpirtin te e vërteta e tij e thellë. Ai e udhëheq larg frikës dhe drejt dritës, duke kujtuar se asgjë nuk është ndarje përjetësisht, gjithka është tranzit. Shumë herë, shpirti kupton se ndarja nga jeta fizike nuk është humbje, por rikthim në një vend që gjithmonë ka ekzistuar. Jeta në tokë shihet si një fazë mësimi, një shkollë e vështirë, por e çmuar. Asgjë nuk është e kotë, as dhimbja, as gabimet. Çdo përvojë, çdo lot dhe çdo buzëqeshje është një pjesë e enigmës së evolucionit shpirtëror. Kur shpirti arrin në këtë vetdije, ai nuk ka më frikë nga asgjë. As vdekja nuk është kërcënim. Ai e sheh jetën me një kuptim të ri dhe kupton se të gjitha krijesat janë të lidhura në një rrjet të shenjtë. Dashuria bëhet forca më e madhe dhe më e vërtetë. Në atë moment, shpirti pushon së kërkuari jashtë vetes, sepse ka gjetur gjithçka brenda vetes, dritën, të vërtetën dhe përjetësinë.